Tronditse, kasapi fsheh nënën e vdekur në frigorifer për 1 muaj të tërë. Gjithçka u zbulua kur një ngjarje tronditse ka ndodhur në Gjermani. Kasapi fshehu nënën e tij të vdekur në frigorifer për muaj të tërë dhe u zbulua vetëm kur policia kontrolloi shtëpinë e tij. Policia gjeti nënën e vdekur të Gjermanit në frigoriferin e shtëpisë. Pak para Krishtlindjeve, një banor i zonës në Bavari bëri një zbulim të tmerrshëm nga një dritare pa fqinjen e tij të vdekur. Mediat gjermane raportuan se menjëherë u thirr policia. Kur oficerët kontrolluan shtëpinë e tij, ata zbuluan një frigorifer. Brenda ishte kufoma e një zonje të moshuar 70 vjeç që doli se ishte nëna e tij. Autopsia e trupave, si e djalit ashtu edhe të ëmës, zbuloi se shkaku i vdekjes ishte natyral. Kasapi vdiq pak para zbulimit, ndërsa sipas policisë bavareze, vdekja e nënës së tij ka ndodhur muaj më parë. Policia dhe prokurorët besojnë se burri e mbajti trupin e nënës së tij në shtëpi për të marrë pensionin e saj.